kushtet e mbulesës janë me mbulu e femra krejt trupin me përjashtim të fytyrës së saj dhe shëplakave të duarve. Nën 2. Me qenë jo e tej dukshme. Dhe nën 3. Mës me qenë e ngjitur për trupi që e përshkruan formën e trupit të femrës. Qoftë poshtë, qoftë lartë, fjala qoftë poshtë ka kam, qoftë naltë, për shoke naltë. Këto 3 kushte kryesore të mbulesës janë. Kushte tjera që kanë ceku ulemat nuk janë konsensus të këtë gjithë dhe nuk janë këti rangut. Se për shembull, mës me qenë me ngjyra tërheqëse, që ashtu është, por nuk është e këti rangut. E vërtet, mës me qenë veshje që i përngjan burrave, ashtu është, edhe është ashtu, por nuk është e këti rangut. E para, e dyta, pantollat në kohë të sodit nuk janë veshje enkas ekskluzive për mashkull, por bëjnë pjesë të 2 gjenit, dhe atë në krejt botën. E që nën kupton, pantollat janë bërë pjesë e veshjes së çdo populli. Janë bërë pjesë e traditës e atij populli. Andaj dhe feja neve nuk na detyron me një veshje të caktuar as për mashkull, as për femra. Femra si ka qitë kushte, mashkulli ka kushte, po kushte mashkull më të thjeshta në tërysht, më të thjeshta jetë. Për ndryshe, a veshemi me festana, a pështjellëm me çarshafa, na si mashkull. A veshim shalvare, a veshim kocodit katesha, a veshim me tjerë që kemi qenë më herët. Po këto ju lihen traditave të popujve. Shariati, islam, ligjvënësi nuk ka dashur që çdo gjë ta fokusoj në mënyrë precize, por shumë prej gjërave, prej dispozitave, ja o kalon vetë njerëzve. Simbas traditave të tyre, ndërto është edhe veshja. Në një zaman, para 100 viteve me largë, me herët, veçanti para luftës dytë botërore me herët, se mas luftës dytë botërore, bota ka fillu më afru shumë. Por para luftës dytë botërore e me lashtë, se cili popullën botë ka pas veshjet vetën. Edhe se deri diku e ruajnë atë, por me shumicë veshjet janë përzirë. Se për shembull në shqiptarët, po dhe luftën dytë botërore, shumica e popullit tonë kanë shku me tjerqi, me ato farë mahrama që kemi thonë, se kapuqat e bardhë më vesh një komunist, se s'ka pas njeri pej fëmis pa pas kapuq. Apo kapel bardhë. Tradit ka qenë ajo. Tash ka ndryshuar. Kështu që shariati nuk na ndërhyjnë këto neve. Edhe tek femrat të njëjtin gjë. Ka motra besimtare në për Afrikë për shembull, të cilat vetëm me çarshafa pështillën me çarshafa. Në Mauritani, diku në Afrikën e Mesme, atje qendrore, kështu merr disa vende, ka Somalia lindore, disa vende. Diku atje veshin gati si njëjtë, si burrat si gratë, sikurse puna e në Azinë e Mesme, Pakistan, Afganistan, Bangladesh, Indi, ish kontinenti indian, që është quajtur, atje veshin si gratë si mashkull, me një parë së lloj shalvarësh, e pastaj një farë këmishe gjatë deri ngu, përpas që femrat e kanë në ngjyra, mashkujt e kanë një ngjyrë. S'ka të dallim. Me shku tutje atje në Azinë e lashtë atje me shku, në Azinë e lashtë, Indonezi, Malezi, Filipine, ku janë shumë musliman, atje e kanë dhe filloj festana pështilla me ta.
veç që ka fasane dhe pështjela këlla trupit, si mashkujt, si femrat, njëjtë. Vetëm se mashkujt kanë tjera ngjyra, femrat tjera ngjyra. Nda, kështu me radhë. Deri të Turqit të cilën ka provime këtë islamin, kanë me kule me 1000 gratë tyne. E të kanë nana tona me kule me 1000.